Cilat janë mrekullitë që ka bërë Shnano? Mrekullitë janë nga matëndryshme, ju do të njohni jo vetëm në përbot që ka një devocion të jashtëzakonshëm, por edhe në vendin tonë janë pafund me histori që tregojnë njerëzit. Për shembull, edhe gjatë jetës së tij tregohet, thani ka një ndër mrekullitë. Dhe ishte në, po thona, bisedë për sa i përket vërtetësisë së korpit të Krishtit, sepse ishin edhe në atë kohë kanë ekzistuar njerëz që kanë pas probleme me besimin, domethënë që kanë vështirësi të besojnë. Jo vetëm tash, por gjithmonë kanë ekzistuar njerëz që kanë dyshuar etj. Atëherë Shnano për me i bë me besu këto njerëz, çka i ka thonë, është po bëjmë provën. I ka thonë me lan mushkën e kanë lënë 3 ditë pa hëngër. Edhe i kanë masanej, kur kanë dashur me bë provën mas 3 ditëve, e kanë dhënë jonxhen, barin, domethënë për me hëngër, të mushka, edhe Shnano ka dalë me hoste. E kur ka dalë me hoste, mushka u lul në gjuj, nuk shkoj te sana me hëngër te bari, por ka ul në gjuj për me adhuru me të vërtetë Zotin të pranishëm në Eukaristi. Kjo ishte një mrekulli që me të vërtetë i ka bëm me besu këto që nuk kishin këtë problem besimit. Masanej edhe nuk dija dini apo jo, por edhe vetë Shnano kur ka vdek edhe ju dini se prishet, si më thanë, trupi i njeriu, do të thënë, prishit, kurse gjuha nuk është prisht kur Shnano. Sot e kësaj dite ka, do të thënë, trupin gjuhë e ka të paprishme. Si e shpjegon këtë? Kjo është sigurisht është një fenomen i jashtëzakonshëm, është një mrekulli, sepse Shnano me të vërtetë ka fol në gjithë mirë, ka fol për Zotin. Dhe gjithmonë ka pas emrin e Zotit e fjalën e Zotit gjithmonë në gojë. Për ta, nga që ishte edhe gojamël, do të thënë, edhe njerëzit shumë kanë shkuar vetëm me një gjuhë fjalë të tij, pse si ishte fjalë amël, fjalë mirë. Edhe atëherë për ta Zoti ka dashur pra që t'ia ruajë gjuhën krejt paprishme edhe sot e kësaj dite. Kjo është një mrekulli që Zoti ka bën nëpërmjet këtij Shnano që edhe njerëzit me besu sa rëndësishme është edhe gjuha që do të flasim gjithmonë mirë. Po edhe pas vdekjes së tij, ka shumë dëshmi të besimtarëve që tregojnë mrekulli. Ju ka ngelur ndonjë në mendje ose me biseda që bëni me besimtar, histori njerëzore që dini? Po. Shife, edhe të tjerë kur më pyesin, gjithmonë i tregoj, sidomos ato që kam pas përvoja vetë, që kam njoftë vetë, do të thënë besimtar. Është një vajzë, ne ka ana veriut, s'po tregojmë edhe vendet se do të mesin anonim njerëzit gjithmonë, ose do të tregojnë vetë ato, se Zoti ma ka bërë këtë mrekulli, por ne të tjerë do të tregojmë gjithmonë me anonimat. Që do të thotë, në vërtet, ky person ishte keq ka ana psikologjike dhe kam pa me sytë e mi, kam pa që hante dhe gur. Kjo është që e kam pa vetë, e kam konstatu vetë, s'mund të thoj dikush për jo po e kam një gjuhë, e kam pa vetë. Dhe njerëzit këtij personit e kanë sjell këtu, e kanë lutë Zotin nëpërmjetësinë e Shnanot, edhe Zoti me të vërtetë e ka shnosh këtë person, edhe sot e kësaj dite është përsëmarit shumë mirë. Do të thënë që kjo është një. Masanej një punëtor i joni po thotë një ditë për një person që ka pas probleme edhe me drejtsinë. Edhe policia ishte në ndjekje këtij personit. Diku thonë ka una mjerditësi ishte ky person. Gjithsesi ka ardhur për me ardhur këtu të kisha Shnano, se kishte jetë, kishte bën jetë, kishte dëshirë të jashtëzakonshme me ardhmë në këtë vend. Dikush i ka sinjalizuar të policinë, shifë se është të shku të kisha ky personi. Edhe kur janë afruar shumë, ky ka shkuar më fut të proj kishës, si thonë, gjithë njerëzit e njohin proj kishës, të proj poshtë nesh, për me dalë ka una tjetër. Po thotë ky punëtori jon u bën mjeku, thotë, se më vërtet ishte qelli sot është shifë, s'ka asnjë rekord. U bën, thotë, aq mjegull, si re e fort e dendur, s'ka mujt kërkosh as policë s'kan mujt më me pa rrugën as me hec përpara. Atëherë janë këtu mbrapsht. E la thotë atë. Ai burri i zotnia ka shku anash,
ka dalë, ka mali tjetër, ka artu, ka bon jetën e vetë, edhe ka shku në shtëpitë vetë. Kjo dhe masa shumë e thjeshtë, po tregon me të vërtet atë person që ka, po thonë, ka besim dhe ka dëshirë, mund të ketë një mrekulli prej Zotit, se kjo varet prej fesë, prej besimit. E kjo është me rëndësi dhe do të thënë Kisha gjithmonë e thekson këtë ose nënvizon që ajo që ka bën mrekullin është feja, besimi që do të kena në Zotin. Nuk janë as si më thanë as lutjet, mundesh me thonë shumë lutje, por kur se ke fen nuk kanë dobi ato. Vetë Zoti thot në Ungjil që po të kishit pas fe, sa është fara sinapit, ti thosh ti malit, shkullu thot me gjithra e hidhun det, thot ashtu do të kishte ban. Pra ajo që ka ban, mrekullina është besimi në Zot. Nuk e ban as ven. Veni ka, vërtet është një ven i shenjtë, është edhe shëjtnu prej lutjeve të meshtarëve, të njerëzve, të besimtarëve të tjerë, prej sakrificës njerëzve. Edhe ka edhe forcën e vetë si vend, por gjithsesi ajo që ka ban mrekullin është vetëm besimin në Zotin. Kjo me rëndësi të madhe ta nënvizoj. Megjithatë, Padre, ky është një vend që bashkon besimtarë të çdo feje. Po. Sigurisht që shumica, po thona, janë besimtarë katolik. Jena të sigur, jena qartë, domethënë, përsa i përket kësaj. Gjithsesi, njerëzit tregojnë për shembull, ti vetë marrë këtu, kur shkon mase në shpitane, shëtu ose njerëzve tu, ose miqve tuaj, isha në kish laçit sot edhe u kënaqa me të vërtetë edhe i tregon atë përshtypjet tuaja. E sidomos njerëzit, mase kur kanë një mrekulli etj, çka bajnë, ato tregojnë tjerëve. Bires po më thote një herë një vajzë që ishte eksperte e komunikimit, thote që një lajm i mirë, thote, ose një që mund të flasi mirë, mund të ndikoj, thot, 5 vetë, thot, me jamu shpenën, se është e vërtet kjo që ka përjetu. Kurse, thot, një që për në lajm të kesh, thot, me një herë, thot, po thonë, të në nërthojza, i infekton, thot, 20 vetë, imagjinoje. 20 vetë, për fatkeq, për shembull, ka ndodhur një vend, një ngjarje tjetër, 20 vetë i mushet me një që mos më shku më në atë vend, imagjinoje. Kurse, për lajmin e mirë, vetëm 5 vetë, imagjinoje, domethënë është një proporcion, kështu që do të jena shumë të kujdesshëm. Pires thot fjala urt që thot e mira shkon në shpinë të breshkës, kurse e keqja për fat keq në shpinë të kalit, domethënë që hec me shpejtësi. Po ndërkohë, ka dezinformim për fen në ndonjë? Ka keq informim? A flitet sa duhet? A besojnë njerëzit? Shiko, gjithsesi përsa i përket besimit, kjo është një çështje shumë delikate, është gjithmonë çështje delikate. Atëherë, ato që e njekin besimin si duhet, ato edhe janë të informuar edhe njekin si duhet. Tjerë, për fat keq, mund të jenë një tek tuk që e ka gati besim, si thush, personal, bires thot, unë i lutem Zotit direkt, por kjo nuk është krejt rruga që na ka mësuar Zoti. Zoti ka lënë apostujt, e apostujt ka lënë edhe masarësit të tyre, do të thënë i prezbiterë ose meshtar. Pra, do të ketë, do të thënë, sikur se Zoti ka dërgu Jezu Krishtin që është Zot për ne, pikërisht të bëjë këtë urën lidhëse mes njerëzimit të Zotit, ashtu edhe Zoti Krisht ka dashur pikërisht të lejë apostujt për me bën këtë urën lidhëse. Kjo është fort me rëndësi. Kështu që tash përqinjet mira është as me hyrës, a vështirë të hym një herë përqinjes me klasifiku edhe kush jena na me xhiku. Domethënë besimi është diçka shumë delikate dhe mësërej janë disa që janë shumë fetar, shumë me njekin rregull, janë tjerë që janë pak ma të ftohtë, ka mesatarja, ka dhe tjerë që për fat keq vetëm këto të besojnë Zotin edhe kaq, jo dini, s'ka nevojë mbase me i thanë, por gjithsesi Zoti vlerëson sa t'i japim. Nëse japim pak, Zoti vlerëson atë pak. Nëse japim shumë, na vlerëson edhe më shumë. Zoti na shpërblet. Jemi gjithë barabartë te Zoti? Zoti na don të gjithë barabartë, po mvaret është marrim masë një shembull krejt thjesht. Mund të jeni zëm shembull 5 fëmijë. Edhe prinja juaj ju japin barabar, ju japin gjana të mira të 5 fëmijëve të barabar. Po njeni prej fëmijëve thotë nuk i dua ato që më kenë, si du kaq,
pëlqen. Kështu që ashtu është edhe me Zotin, do të thënë Zoti ne jep të gjithëve barabar. Shpesh herë na njëri prej nesh nuk duam pikërisht të marrim të mira që Zoti na jep. Ose nuk i shfrytëzojmë. Kështu thot Zoti në Ungjil, që Zoti jep, do të thënë, jep talentat pikërisht që të shfrytëzojmë dhe t'i japim të kthejmë në të mira. Por dikush, mase prej demelisë tjerë nuk i shfrytëzon, por nuk ka se ka mungu Zoti është gjithmonë i mirë është. Sikur se prindi që zakonisht nuk noll që i ban dallim mes fëmijëve, ashtu Zoti nuk ban dallim mes bijve vetë.